Në ditët e çlirimit, ka çdo ditë komuna të cilat shënojnë ditët e çlirimit, pra jo e krejt Kosova u çlirua me 12 qershor. Por kur flasim për 12 qershorin, ne në fotografit, pamjet që kemi parë kryesisht persona të lumtur në momentin që kanë parë natën, persona që janë gëzuar liris. Por fotografia që po e shihni na e sjell profilin e mysafirës time për sot, që është Ajete Prokshi Dërguti, e cila në fotografi po shihet që është pranë forcave të NATO-s në vendin që njihet në Prishtinë si Xhamia e Llapit. Por në ato momente kur Kosova u çlirua, ajo mori lajmin më të keq të jetës së saj, që vllau dhe nipi i saj janë vrarë gjatë luftës, e që këtë informacion nga Drenica nuk e kishte marrë deri në ditën që në Kosovë hyn trupat e NATO-s. Sot do të flasim pak më shumë me të dhe për krejt këtë rrëfim që kjo pamje na vjen nga Euronews, e është shpërndoar nga vetë ajo dhe më ka bërë përshtypje, prandaj edhe kam të ftuar këtu. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit edhe për juve, me respekt për televizionin KTV. Si ishte ky moment? E di që ju nuk e mbani mend, fotografia ju ka ardhur më vonë, pra e keni kuptuar më vonë që ky moment më i keqi për ju është kapur nga mediat e huaja në atë kohë, pra është po shohim NATO-n aty, po shohim lokacionin ku ka ndodhur dhe po ju shohim ju. Pra ishte, besoj, në një moment gëzimi lajmi më i keq që morët. Momenti atë ditë për çlirimin e Prishtinës ishte sa i gëzueshëm edhe i mirëpritur për gjithë popullit që me të vërtet jem befasu ku mendu që s'ka asnjë njeri në Prishtinë, por atë ditë e mbuloj krejt atë vend njerëzit të cilët kishin nejtë sigurisht msheftas. Dhe ju keni qëndruar në Prishtinë gjatë luftës? Unë gjatë luftës në Prishtinë, ku ndesht më bashkangjit bile moralisht atyne që janë në luftë edhe që janë në malë që thonë. Pra ndaj, atë ditë kur hynë në NATO, u stacionun të Xhamia e Llapit, dolëm, unë dola me gjithë burrin edhe kush ishte anej, lagjën tonë s'ka pas njerëz, të gjithë i kanë largu. Pra ndaj, me dëvërtet, ishte kënaqësi me pa, ka i qarmatosin forcat serbe edhe ikin për Serbi. Brohoritje, lule, eshte qershore, drandofile, çka kishëm në probore, i mbledhëm edhe i stimulumë, dhe më thonë miki. S'ka problem, pra ka qenë një moment gëzimi, kur keni parë NATO-n që po largonte forcat serbe. Dhe pastaj, si erdhëm të ky moment? Dhe pastaj një vendasi imi, rastësisht e pash, ato të i veshgu ushtarët e NATO-s, dhe ju drejtova, nuk po du mja përmen emrin, thash, a din diçka për ata tonë, se për disa kum dëgju që jenë vrau, po për ata nuk po di kur gjën. Aje mu ka drejtu dhe është rëshqejeth, se e ka ditë që kom pas dhe vetëmin më la, i ka njoft. Tha, valla, tha, krejt i kanë vra. Edhe ma unë, ma s'ko mujtë mi kontrolu vetën, nuk e di, kjo fotografi është bën për Euronewsit, ma vanë e kanë dërgu. E kanë marrë prej televizionit, dhe më thonë, me siguri, aje moment ka qenë atëherë kur shifit ke fotografi, kur e ka marrë lajmen për vllahun, i cili ka qenë vllavi vetëm i imi, sepse na jemi rritë jetim, na kanë rritë axhallartë, vlla e motër, dhe në fund e mora lajmen e hidhur, mirë po mund të them lirisht që gjaku i tyre është gurë themeli i pavarësisë. E si ishte për ju? Po thoni që nga i momenti kur ishit e lumtur, po shinin forcat serbe duke dalë, morët një lajm kaq të keq. Ajo ishte, tregon vetë fotografia çmenduri për mu. Ishte. Se dhe vetë fotoja e bën me kuptu se me të vërtet ka qenë rëndë
shumë i rëndë. Prandaj, i lutem Zotit që prap jem këthy, këmë thonë ata, kanë shku për qëtë ideal, kanë shku për qëtë vend, kanë shku për Kosovën, për fëmijët e Kosovës të cilët në format të ndryshme jenë vra e jenë masakru. Prandaj këte ja dhonsha nga njëherë këtë të drejt veti që mu pajtu me atë. Dhe ju fotografinë e keni marrë shumë vonë, po thoni që asë nuk keni qenë në djeni, si ka qenë tani momenti kër e keni marrë këtë panje? Momenti ka qenë i të mërshëm, se unë nuk e këmë ditë asë që shem duk, asë ka këmë bo kër e këmë marrë lajmen për vrasjen e vllaut të nipit edhe 11 djembe tagjës tjerë, ishte i të mërshëm lajme, mirë po, kër e këmë marrë fotografinë, e këmë marrë për një profesoreshe historisë këshike, e cila e ka paraqit Euronewsin në televizion, edhe aja ka qenë qaq e shkath e ka kap për i televizionit, ja ka dërgu një këshikës tjetër, edhe ka thonë nuk po kam nuar, se e ka ditë rastin tim aja, m'ja dërgu, edhe ma ka dërgu fotografinë. Këtë fotografi së herë ka pas për vjetora, e kom eksponu, edhe rrallë veç në ikonin që kam shumë të afert, ja kom ofru me shiku se nuk më desht të tjerët me i lodhë dhe me i mërzit se unë që shisha. Ju e marrët vesh vdekje në vllau tuaj me 12 qershor, por ai është vrarë në 30 prill. Me 30 prill. është vrarë me 30 prill masakrën e Qirezit. Edhe në vrarë aty 200-300 veta. Një ndërta dhe djalli Agjës 13 vjeqarë, Betimi, i cili si fëmijë, tha e kap ke tha shkopit, tha theke edhe unë e ka me vra, tha i kap ke me të lujke fëmijë. Edhe qëtë Betimin e kanë kap për i dorës, e kanë kap. Djalli Agjëstina e kanë saj me ta, edhe kanë marrë, e kanë qitë me bekimin, edhe kanë qenë 24 fëmijë që i kanë nda, për ata ma me vënese këna marrë për fëmijët që i kanë vra, se kanë qenë moshës të mitur, shumica, Bekimi ka qenë 21 vjeqarë. Ky është vllau tani? Po, ky vllau ka qenë ushtarak, i veshër, po, vllau. Dhe keni pasur edhe nipi ka qenë në luft? Nipi nuk ka qenë i veshën, po ju ka shërbi ushtarve ku ka gjetë ushqim, ju ka ofru ushtarve dhe më hanë aty në vetë Bekimi. Do ta shohim edhe fotografinë e nipit, regjia, nëse mundemi, nga këto që na i keni dërguar ju, pra ka qenë 21 vjeç. 21 vjeç Bekimi. Tash emrin e këtij e gëzon djalli të vllaut, është 6 vjeçar, se nana Bekimit në vujke, që s'po mundet me pas edhe emnin e trashëguar Bekimi. Vllave ka emnin e trashëguar djali vllav tjetër, djalit ja kanë ditë emnin ta herë. Nuk më ka pëlqy, po s'ko mujtë më ndërhi se ata kanë historinë e vetë, ata sunet me zavencu kërkush, edhe që është të Si janë sot ditët e çlirimit, si përjetoni ende? Ju thatë, gjaku i tyre u bë themeli i pavarësisë sot. Si e përjetoni se cilin 12 qershor? Si e përjetoni tani që e dini edhe datën 30 prill? Dëgja, unë e kom përjetu ramë shumë, kur isha në punë, se kom punu 25-26 vite, kom punu me nxënësa aktivitetet lira, kom pregadit për 28 nëntori për ditat shkollës, për fëmija nxënës të kërkëshin për meje. Po qysh unë e thesha për shembull si kemi fillu, se di anë tetora, kur kemi pas fillu me njerë mas luftës, me punu, ishin mësu nxënësat fëmijët, ishin, apo pregaditën për 28 nëntorin. Po, asë njëherë si kom thoi jo. Dhe më kujtohet,
si nana i Shqipërisë me këtë shërejt e Belulli, një këngë që qiti Kosovë-Shqipëri. E ku mora atë këngë me përgadit vallëzim. Me qëllim që vllave im ka qenë i flakt me pa Shqipni. Edhe e kumë shumë muzikën, këngën Kosovë-Shqipëri, një vajzë librin e Kosovës në dorën, një djalë librin e Shqipërisë, titullën Në hyrje me hi. Edhe kur ja ka nisë muzika, thash, unë po dëgjaj muzikë për Shqipni, vllave jam i kanë me të sytë qelmi pa Shqipërinë, më karë me qajtë qatë shumë, sa s'ku mujtë mi kontrolu vetën. I kumë thamë zonësave, vazhdani jo, se përshkojnë në pak në kabinet, po përshaj, jem shku ato, kom qajtë ma dheri sa jem qëfërin që thojnë, dhe pas taj i kom fshilat, i kom la sytë, kom shku, edhe veç ma mirë kom pregadit. Edhe kush ka qenë publik, që i kanë dëgju, i ka pata në zonës, ka qajtë, se të flakt të tetër, edhe për atë pjesë atje për Shqipëri, edhe për liri, edhe që kjo ishte krejt. Mirë po, dignitetin tim, si në punë, si në shoqni, s'ka mujtë kërkush më ma thy, edhe pse isha aqe mërzitne, jem bon që jam femna ma e lumë të në botë. Pra keni këthy dhimbje në forcë? E kum këthy. E kum këthy. Edhe që të bëjsh. Nga ai moment pastaj, nëse i kthejmë fotografisë të 12 qershorit, kur shkuat pastaj në Drenicë, Kosova u shlirua, si ishte kthimi në Drenicë për ju? Edhe në diçka dhe më të regu, erdhi djali i Axhës, që ati që ju ka vra djali 13 vjeçar, se burri, tha, unë kur nuk e lëshe shpinë, tha, mërë, tha, në të hynë mrena, tha, vetën kam i pagu. Edhe tash vllavë gjithmonë ka bisedu me djemë të Axhës, kur kanë dëgju që i vra njefë se një qitën krejt, ata s'kanë me dalë, se qëtu më ka thonë Faiku, ata kanë me i vra. Edhe kështë pas thonë vllavë, më vra që aja motër, mas më nëhë, nësë unë qatë motër e kam. Apo këta na, me thotë që unë kam e jetu ende, ti ki më vra. Edhe artë si shliru. Qatë ditë që i ko me 12 djali Axhës tem, edhe një kolegi imi, i edukatës fizike Liman Salihu, është kysh pe ditarit, ka shku drejt në ushtëri, jo në Drnicë, po në Lipjan, jenë ardhë me kamion të ushtërisë, mrena me këqyrë, a jem gjallëna. Po më tojnë. Edhe, mas shlirimit e kam fjallën. Qatë herën tani, kom shku une, atje, për me shku, me njerë, se u shliru, me 18 ka pas Skenderaj më shliru, ndërë sa u shliru dhe Skenderajt nuk kom shku, edhe kemi shku, qa me shku. Shpia e kaltë rafsh me tokë, vesh gruja vlavt, vetëm, të i shku të djemë të Axhës. Tani, një mujt det, me ata 13 dhe me vllaun, kanë qelë të pane, kanë ardhë njerëz pej krejt Kosovës, me ngushlu familjen Prokshi. Ta kanë qenë të kyqën krejt në ushtëri, familja Prokshi. Të përndjekun në gjithë. Edhe, ja kjo ishte. Ju në periudën e luftës keni qëndruar në Prishtinë, natyrisht zona e Prishtinës ka qenë pak më letë nëse marrim e krahasoj me Drenicën dhe pjesë tjera. Gjatë luftës keni shkuar, më treguat para emisionit një herë në Mars, para se të vritej vllau, e keni takuar për herë të fundit në Mars. Për herë të fundit, po, për herë të fundit. Si ishte shkuarja deri atje, sepse atëherë Drenica ka qenë? Shkuarja ishte, unë një 2-3 herë me dominibusa, herë me gjysh, s'di qësh kom shku. Dhe atë natë ku met ato se në prekaz i hiqen krejt, i largun krejt populatën edhe në Skenderaj. Edhe u bloku mas kishtë autobusa. Vllavin djeri unë përcolli deri të stacioni dhe tha dhe më shku të dajtë. Aja kishë është më përcilë, dajtë më pëllush më njerë, mas asaj. Zvika as një autobus.
Edhe unë kam hyp një autobus që erdhë për Skenderaj, bashkë ato të krejt luftës. Njerëz të deshën, të dathën, të përloqën, të merë në Skenderaj, halën e kisha, se meta në rrugë. Edhe pas taj një këshi i halës në Skenderaj, ishte me rejnë e vetë, i kishë vdek baba, asaj i sharpër me pa, me vëros, nuk më kujtot. Ati ju këmë bashkan gjithash se a i për Prishtinë vinte. Ku të shkon kë, mas tina dhënë. Qaj njëri më shumë me gjithë rejnë e vetë. Një 3 vena në kanal, që thash edhe atje, atëheri të ishin Krevov, sërbesht, të pishat, që i thash unë djallit lau hajde me mu, se qështu, thash edhe dhe më ta gjithë një nuse në Prishtinë, tha, ku është nuse? Pa u bon ha Kosova e lirë, tha, kur unë smartë? Aj, pytjen. Edhe mullet të njëftimin e vetë, fotografia që është të shtypne, që tentoj me prish, me qky, që tha, letë njëftimi shkavit ma kur në gjep, bekim për ukshit s'ka me i. E gjujti, e shkeli me kom, e mur kunata e fshini pak, e shtini në gjep. Qato, se fotografit jenë kallë krejtë, qatë fotografi, e këna marë kur u vdej, kur u vra. Pra kjo foto që e pa, me njipit është ajo, e letë njëftimit. Qa e letë njëftimit, krejt via është, që ka tentu, pa e shumë e plastifikume, nuk është shkyke, edhe dojke, thike marë letë njëftim, e shkavit kur s'ka me hynë gjep bekim për ukshit. Kur. Edhe shqyqyrë që se ku marë qatë dit, se qatë dit, na kanali autobusin e autobus, krejt jenë hinë 3 policë. Një himë mrena në autobus, 2 nderë, cili i pelqejke në autobus, plëtri, ti, sërbisht, s'po thamë, o devamo, delka. I reshën e shtishim qitë në për autobusit, kitë gjepat me kësyrë, pare mi morë. Ma ata fmi nuk i pamë në kur, se lanë me hypë në autobus, por s'di jetë për ta. Qështu ka unë gjenocidi. Edhe dhe isha me pas qena i morë, unë atë që të më këshin morë. Edhe se kësha folë vejti kortën. Por a i nuk erdhe? Jo, se erdhe, tha kur, tha. Nuk e lëshoj, tha Kosovën, tha, jo, nuk e lëshoj, tha unë, tha kur, tha. Me kanë, tha, me luftu, tha, shkit, thike. Me luga, me thera, këtu du me nejtë. Sot Skenderaj e ka ditën e çlirimit se... Po, sot Skenderaj e ka, ana drenas, me ku mund drenas e t'jema. Qështu. Si është sot Kosova për ju? është e lirë, është... Në më di që ka të them, po më duket i kemi harru gjakun e tyne. Shumica përshkelin mbi gjakun e tyne. Me përjetu, shumica ndoshta nuk e kanë përjetu, si disa. Pra ndaj pak po ipet për ata njerëz, pak. Ka njerë thamë, këshin qenë gjallë dhe aty një këshin thamë ku me disë qka, s'po du tash me hinja nina. Ja, pak. Mi gjakun e tyne, disa po shkelin. Aj që i ka përjetu, që i ka provu, kur për jetë, nuk pajtohet. Edhe a ditë që është shpallë pavarësia, qatë shumë këmë qajtë, edhe ka qenë atësarë, nashta ju kujtohet juve, qatë shftoft ka qenë. Sa këmë pasë, lëtë, këmë pas edhe lëtë, qatë lëtë gëzimi, edhe imbjeshës janë ata me përjetu, lirinë e Kosovës. Edhe di shka du me thamë, këmë dalë gjatë luftës, se njëri ju me të vërtet nuk po di ke pa përjetu. Ka qenë që të ta shkon shtë sheshe, e të mërshme, ke po këpucë të fmive, ke po gjosëndet të fmive, ke po të më shumëve, gjithë shka ke po e të mërshme ka qenë, e të mërshme. Me një mes timen, dërëm,
Unë dërsha veç me këqy me kuptu apo një najsen për familjen teme edhe me këqy që situata. Pra, nuk ka pasur natyrisht telefona atëherë dhe ka qenë e zërshme ju nga marë sikurishit në Drenic deri në Qërshor, kur e kuptuat lajmin, keni qenë gjithmonë duke shpresuar të meni një lajm nga Drenica. Ashtu është, s'ka pas telefona, na telefonin fix po, ata kënë pas dhe telefona ajror, vëllavë telefona ajror që i këshin në ushtëria, po shumë nuk bishen kontakt me to. Se tani ma kur i kanë kinda pu, vëq javë këshin marrë telefonat e mas, s'kishe ku me kontaktu, kur gjës kishe ku me kontaktu. Edhe veç Kosova e Lirës qka jepte, tjertë as një, nuk kepshin. Të merë ka qenë, bashkë që ta shko është kovendi. Gjosendet njerëzve, tesha, kukla të rëzume, që i këshin qilë. Kjo gjatë luftës? Gjatë luftës, që ku ishin sërbë haljatë. Shumë me ato përljantat jashtë muzikë sërbe në Kupqelës. Ishte me mu një vajzë e motrës burit, edhe s'kishte letë njoftim a erdhë, se i kanë përmledhë për Grashtice. Erën një 17 veta, ata në luftu, në 17 veta e këmë pas kër i kanë përmledhë prej Koliqie, prej në shpiteme. Edhe aja, u të me rejke kuku, dhe ke kanë më nëllë që tash, dhe ke policia e kanë me marë se s'kam letë njoftim. Këmë e vëllë letë njoftim atëherën. Edhe për mja hika sajna, frigen, muzika, cejtë këto që shkanë kënu. Shumë edhe në skejtë. Koto kaže, koto laže, da je mala Serbia qëtu. Tha shoj lume, mos më mardi nati që është muzika sërbes, si tja kësha, se sheshja tu ku ka qenë e bombardu me posta. Thash, si tja kësha njës me valzu që tash këti kësha habit policinë, ty s'ta kësha lipë të njëftimin e që, o drejgjit, mos më shti me qesh, se më nalin që tash... Mja largu frikën. Mja largu frikën, e kisha po dhe më largu për jasajna. Kjo ishte. Dhe po këthejmë për fund dhe njëherë të fotografia që e marrët vesh më vonë, gazetarët që ju kanë gjiruar në atë moment, keni dhënë pastaj ndo një intervjist apo jo? Ja. Asë që i ke parë, besoj në... Unë asë që kom ditë që më kanë fotografu, kom pa kamera plët, kom pa kamera. Intervjista shumë pak mërshin. Intervjist kanë marrë qatë gruën e mbullume, që i prind të kalit për para, ullëshike pri orës, edhe një njeri me flamur të Shqipëris, edhe aja për para tyne, edhe i përqafke këta ushtartë e natës. E ato bëshin inqizime, ato i kom pa. Edhe diçka dhe me të regu. Te gjamia Lapit, u stacioneshin jevkt, a gjëpt. Edhe i mreshin thikat, qështu, një veshin të teshat e rrugës të portokalta, edhe thëjshin, vesh për shqiptar për mrejhëm, qështu bëjshin, dëgata që kaqë. A ditë NATO, ishin ndorë një 4-5 para meje, edhe bërërit që NATO. E një unës, si tja kom shumë bëks, deri dje kem rejt thikat për shqiptarë së të pëthu NATO, u shduk aja iki, se qështu bëjshen, punëshen me sërbë të ta. Punëshen. Ko luftë ajo, ju thatë që pastaj duat të di për fund kur e marrët vesh, kur ju tha personin e fjallë që e pyetët për vllaun, ju natyrisht shihet në fotografi që keni reaguar si keni reaguar, çfarë bët më pas? Çfarë bet, unë e shkova, se burish më fajiku me mu, për kroj, hajde, am ki mu, eja, hajde se nështë asë është e vërtejta, nej, po e disha në që e vërtejta, është se ato, me ko isha në legju, edhe, korqë, mas, qështu. Ato ajo që më të regaj, ajo u shdok, mas e posh, veç qatë që më tha edhe, mas e posh, heq se posh. Faleminderit shumë. Faleminderit që ndohat këtë rrëfim me ne. Faleminderit edhe për juve. Unë ju përshëndes, ju dëshirej punë të mbarë. Për mu është një lehtësim kur kam ku e reprodukoj,
ku e them, me kënë foli, këte nuk e bisedoj me gjithë kënd, për arsye se s'du mi ngarku kërkan. E bisedoj me njerëzit që më dërtet ma din halën. Faleminderit Që nuk du mi lodha s'kënd me. Prandaj edhe unë po thamë, falë tyne, gjako i tyre, ne sot jemi të lirë, prandaj bëj apel, mos të shkelim mbi gjakun e tyne, se ka motra e nana që vajtojnë gjdo ditë, mirë po kur mendojnë që të tjerët janë të lirë, e gëzojnë lirinë, shkojnë kur dojnë e hinë kur dojnë, është një letësim. Edhe për mu si motër që këm pas vetëm një vëlla, që i me rritë 2 jetim, a gjallartë nga kanë rritë, edhe duhet më pajtu për hirë të tjerëve që janë pasarës tonë. Faleminderit. Faleminderit. Dhe në ndërkohë do të shkojmë të lexojmë disa nga lajmet, nëse shohim raportin e policisë sot për 24 orët e fundit, kemi lajme jo të mira, kemi disa të vdekur kryesisht me automjete, ka vdekur një i mitur në aksident.